Mirëdita, nderuar përfaqësues të medias dhe nderuar kolegë. Sot në datën 7 gusht 2024, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës Shqipërisë mori shqyrtim dhe miratoi raportin e politikës monetare për tremujorin e tretë. Zhvillimet ekonomike dhe monetare gjatë gjysmës së parë të vitit kanë qenë në linjë me pritjet tona. Vëllimi aktivitet ekonomik, punësimi dhe pagat kanë ardhur në rritje, ndërsa inflacioni shënoi një rënje të ndjeshme. Kjo ecuri sugjeron se ekonomia shqiptare po lë pas pasojat e goditjes që pësuam nga rritja e çmimeve në tregjet ndërkombëtare gjatë vitit 2022-2023. Këshilli Mbikëqyrës vlerësoi se politika monetare e ndjekur nga Banka e Shqipërisë ka dhënë një kontribut të rëndësishëm në këtë ecuri. Normalizimi i kujdesshëm i qëndrimit politikës sonë monetare arriti të vërë inflacionin nën kontroll, duke mos cënuar trendin pozitiv të zhvillimit të vendit dhe stabilitetin financiar të tij. Përgjithësimi i parashikimeve tona sugjeron se trendet pozitive të zhvillimit do të vijojnë edhe në të ardhmen. Në veçanti ekonomia shqiptare pritet të vijojë të rritet në afatmesëm me norma të qëndrueshme dhe pranë potencialit. Ndërkohë që inflacioni pritet të qëndrojë pranë niveleve aktuale për pjesën e mbetur të vitit dhe të kthehet në objektiv gjatë gjysmës së parë të vitit tjetër. Në këto rrethana, Këshilli Mbikëqyrës vlerësoi se qëndrimi aktual i politikës monetare mbetet i përshtatshëm. Në vijim do të sqaroj më në detaje vendimin e sotëm dhe arsyet që motivuan Këshillin Mbikëqyrës të Bankës Shqipërisë për të marrë këtë vendim. Inflacioni i çmimeve të konsumit shënoi rënje gjatë tremujorit të dytë, duke qëndruar pranë nivelit mesatar prej 2.1%. Kjo ecuri u dëktua thuajse tërësisht nga rënja e inflacionit të artikujve ushqimor dhe në veçanti të fruta perimeve, ndërkohë që inflacioni i artikujve të tjerë të shportës ishte përgjithsisht i qëndrueshëm, donse me një tendencë të lehtë të rënëse. Nga këmbvështrimi makroekonomik, rënja e inflacionit gjatë tremujorit të dytë ka pasqyruar reduktimin e shpejtë të inflacionit të importuar, ndërkohë që presionet e brendshme inflacioniste shfaqen më të qëndrueshme. Rënja e inflacionit importuar ka pasqyruar si ndikimin e forcimit të kursit të këmbimit, ashtu dhe rënjen e inflacionit në partnerët tanë tregtarë. Në veçanti, ngadalësimi i shpejtë inflacionit të ushqimeve në vend ka ecur paralelisht me një ecuri të ngjashme në tregjet ndërkombëtare, duke sugjeruar se kjo ecuri pasqyron një goditje pozitive oferte. Nga ana tjetër, qëndrueshmëria e presioneve të brendshme inflacioniste mbështetet si nga kërkesa solide për mallra e shërbime, ashtu dhe nga rritja relativisht e shpejtë e pagave dhe e kostove të prodhimit. Sipas të dhënave të Instatit, ekonomia shqiptare u rrit me 3.6% gjatë tremujorit të parë të vitit. Zgjerimi i aktivitetit ekonomik pasqyroi rritjen e konsumit familjar, të investimeve të sektorit privat dhe të rritjes së eksportit të shërbimeve. Nga ana tjetër, eksporti i mallrave shënoi rënje, ndërsa politika fiskale vijoi të ndjekë një kurs konsolidimi. Ky profil kërkese ka sjellë zgjerimin e aktivitetit në sektorët e ndërtimit dhe të shërbimeve, ndërkohë që sektori i industrisë dhe ai i bujqësisë shënuan rënje. Të dhënat e tremujorit të dytë sugjerojnë një ecuri të ngjashme me ato të tremujorit të parë të këtij viti. Analizat tona sugjerojnë se ekonomia shqiptare vijon të qëndrojë në një fazë pozitive të ciklit të biznesit. Kjo ecuri pasqyrohet në nivelet e larta të shfrytëzimit të kapaciteteve të bizneseve, si edhe në mungesat e vënë re në tregun e punës. Në veçanti, zgjerimi i kërkesës për mallra e shërbime është shoqëruar me rritjen e vazhdueshme të punësimit dhe të pagave në sektorin privat. Donse të dhënat zyrtare të tregut të punës nuk janë ende të disponueshme, informacioni tërthor sugjeron se trendet pozitive të regjistruara në tregun e punës gjatë vitit të shkuar kanë vijuar edhe gjatë gjysmës së parë të vitit aktual. Rritja e pagave në sektorin privat
gjeneron më shumë të ardhura për familjet shqiptare, por ajo vijon të ushtroj presion mbi kostot e prodhimit dhe mbi çmimet e konsumit. Nga këndvështrimi makroekonomik, zgjerimi i aktivitetit është mbështetur nga bilancet e shëndosha të sektorit privat, besimi i konsumatorit dhe biznesit për të ardhmen, nga ambienti sfidues financiar, si edhe nga vijimi i trendit të rritjes të të ardhurave nga turizmi. Në këtë kontekst, politika e kujdesshme monetare e ndjekur gjatë 2 viteve të shkuara ka rezultuar e suksesshme. Normalizimi i qëndrimit politikës monetare ka mundësuar një balancim më të mirë të kërkesës dhe të ofertës në ekonomi, si edhe ka ndihmuar në kontrollin e pritjeve për inflacionin. Gjithashtu kujdesi që kemi treguar në reagimin e politikës monetare ka ruajtur një ambient akomodues financiar. Për pasojë tregjet financiare vijojnë të jenë të qeta, ato karakterizohen nga likuiditet i bollshëm, prime të ulta rreziku dhe një ofertë e mirë kredie si në aspektin e kostove të kreditimit, ashtu dhe në përqasjen e bankave ndaj kreditimit. Gjithashtu, kursi i këmbimit ka qenë relativisht i qëndrueshëm gjatë muajve të fundit, duke pasqyruar ndër të tjera edhe një nivel të lartë blerjesh valute në treg nga Banka e Shqipërisë. Kredia për sektorin privat ka vijuar të ketë një ecuri pozitive në tremëjorin e dytë. Ritmi i rritjes kredisë ka ardhur në rritje duke regjistruar nivelin e 14.6% në muajin qershor. Zgjerimi i kredisë vijon të mbështetet në masën më të madhe nga rritja e shpejtë e portofolit të kredisë në lek në pasqyrim nivelit të ulët të normave të interesit. Po ashtu zgjerimi i kredisë vijon të ketë një bazë të gjerë, duke mbuluar nevojat e bizneseve dhe të familjeve, si për investime, ashtu dhe për konsum dhe kapital qarkullues. Në të njëjtën kohë, portofoli i kredisë vijon të ketë një cilësi të mirë, si kundër dëshmohet dhe nga nivelet e ulta të treguesit të kredisë me probleme. Parashikimet tona për të ardhmen mbeten pozitive. Aktiviteti ekonomik në vend pritet vijojë të rritet në horizontin afatmesëm, i nxitur nga zgjerimi më tejshëm i kërkesës së brendshme dhe të huaj. Paralelisht me të, edhe punësimi dhe pagat pritet të vinë në rritje, duke rritur mirëqenien e familjeve. Nga ana tjetër, inflacioni pritet luhatet në kahun e poshtëm të objektivit ton gjatë 6 muajit të dytë dhe të kthehet gradualisht në objektiv gjatë gjysmës së parë të vitit tjetër. Duke gjykuar mbi informacionin e disponuar, ne vlerësojmë se balanca e rreziqeve ndaj këtyre projeksioneve është përgjithsisht neutrale. Bazuar në sa më sipër, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë në mbledhjen e sotme vendosi të mbajë të pandryshuar normën bazë të interesit në nivelin 3%, të mbajë të pandryshuar normën e interesit të depozitës jetëtore në nivelin 2%, gjithashtu të mbajë të pandryshuar normën e interesit të kredisë jetëtore në nivelin 4%. Këshilli Mbikëqyrës gjykon se qëndrimi aktual i politikës monetare mbetet i përshtatshëm për përmbushjen e objektivit tonë të stabilitetit të çmimeve në të ardhmen. Këshilli Mbikëqyrës vren se balanca e përgjithshme e presioneve afatmesme po afrohet gradualisht drejt objektivit tonë të inflacionit. Në këtë kontekst, vendimet e ardhshme të politikës monetare do të vijnë të kushtëzohen në informacioni i ri dhe në veçanti nga analiza dhe vlerësimet mbi ecurinë e presioneve të brendshme inflacioniste. Këto vendime do të jenë gjithnjë në përputhje me objektivin tonë të stabilitetit të çmimeve, si edhe konsistente me kahun e politikës fiskale dhe me ecurinë e kursit të këmbimit. Në mbyllje, duke marrë shkas nga diskutimet e fundit mbi situatën e krijuar në një segment të veçantë të sistemit financiar, atë të trajtimit të kredive me probleme, Këshilli Mbikëqyrës gjen me vend të theksojë sa më poshtë. Banka e Shqipërisë është një institucion kushtetues i mandatuar nga ligji me një mision thelbësor për zhvillimin e qëndrueshëm të vendit, atë të ruajtjes së stabilitetit të çmimeve dhe të mbështetjes së stabilitetit financiar në vend. I gjithë aktiviteti politik bërës, rregullator dhe mbikëqyrës i institucionit të Bankës së Shqipërisë
ka qenë dhe mbetet i orientuar ekskluzivisht drejt përmbushjes së këtij misioni. Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë ka ushtruar me përgjegjësi e profesionalizëm detyrën e tij si organi më i lartë vendimarrës dhe mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë. Ai ka marrë gjithnjë vendime në interes të mirës publike të vendit dhe të shoqërisë, ka monitoruar me vëmendje dhe në përputhje me mandatin ligjor zbatimin e detyrave të ngarkuara, si dhe është njohur rregullisht me raportimet e njësive organizative të bankës, përfshi edhe ato të mbikëqyrjes bankare. Në tërësi, Këshilli i Mbikëqyrës vlerëson se aktiviteti i Bankës së Shqipërisë ka qenë në përputhje me bazën ligjore dhe rregullatore dhe i ka shërbyer përmbushjes së misionit të saj në linjë me nevojat e zhvillimit ekonomik të vendit. Banka e Shqipërisë dhe Këshilli i Mbikëqyrës mbeten të gatshëm të mbështesin në vijim të gjithë reformat e nevojshme ligjore për adresimin e problematikave që kanë dalë në pah nga zhvillimet e tregut të trajtimit të kredive me probleme, si dhe të ndërmarrin me prioritet çdo nismë të nevojshme rregullatore e cila qëndron brenda mandatit dhe kompetencës së Bankës së Shqipërisë. Ju falemnderit, kjo ishte deklarata e sotme e Këshillit të Mbikëqyrës së Bankës së Shqipërisë. Nëse ka pyetje, nuk ka, falemnderit.